Gjenerata ma e vetmunen historinë moderne, është Gen Z. Statistikat janë shokuese, ma shumë se 1 në 3 të rinj ndjehen të vetmuar. Ata thojnë që kjo vetmi ndikon jetën e tyre të përditshme në mënyrën që ata mendojnë dhe që funksionojnë. Problemi është që disa prej tyre kjo ndjenjë përcjell për vite me radhë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse Gen Z, ma shumë se çdo gjenerat tjetër, janë shumë të lidhur me ekranin. Kanë mundësi me kontaktu me shumë njerëz në të njëjtën kohë, kanë mundësi me shiku postime, story të njerëzve të ndryshëm edhe të thith informacione të cilat në shumë të rasteve janë të panevojshme për ta. Ata janë të mingarkuar me botën virtuale, duke qenë më të shkëputur nga kjo botë reale. Komunikimi virtual krijon iluzion lidhjeje pa një afërsi reale. Shkolla, puna edhe stresi socioekonomik ndikon te kjo gjenerat. Gen Z ndihen sikur askush nuk i kupton vërtet. Tash mundemi me ngrit pyetjen që teknologjia është pjesë e jetës tonë të përditshme edhe nuk kemi çka me bo. Por unë shumë besoj që ata kanë me kriju mekanizma të vet përmes të cilëve kanë me arrit jo me e zhduk teknologji nga jeta atyre se e dim që është e pamundur, por të paktën me arrit me menaxhu sipas nevojave. E tash ka pleni telefonat edhe delni, komunikoni edhe takohuni live me njerëz, leni të qeshurat edhe bisedat virtuale.